Mirë dita, si jeni? Si fjetët ma? Fjetët mirë? Shpresoj mirë. Shiko, pse të pasurit duke patur para në bank bëjnë marrin hua? E dini? Ka shumë të pasur që kanë para në bank dhe marrin hua. Nuk e dija. Dhe unë sot do t'ja u tregoj juve. Është vërtet shumë kurioze, ndiqeni me kujdes, është fantastike. Kush është rasisht, t'i bëj like faqes, shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Atëre, një i pasur që ka para në bank, hajde, është shoku ynë, nuk dhe ta thoshja, është një shoku ynë. Ai ka para në bank. Dhe shkoi dhe bleu një shtëpi, po e bleu me bank. Nuk e bleu me parat e tij, po e bleu me bank. Edhe unë e pyeta sepse gjithmonë e ke parasysh, unë jam pak kështu që të gërmoj. Pse? Jo për të bërë punë aty, po për të kuptuar. Sepse dua të kuptoj. I thash, po mirë, ti ke para o burrë, pse nuk e bleve ti shtëpin me parat që ke? Ha, do ta tregoj, tha. Është sekret apo do ta tregoj? Me një fjalë, ai mori 200.000 euro në bank për të blerë një shtëpi, sepse ju dha rasti që ishte një shtëpi këtu në qendër të Romës, ishte një shtëpi e vogël, ishte një shtëpi që e jepnin për 150-160.000 euro. Dhe ai mori 200.000 euro nga banka, sepse lekët e tjera do t'i mbante për ta rregulluar shtëpinë. Pra as nuk e mori që nga parat e tij aq sa ishte, edhe pastaj ta rregullonte ose ta rregullon me parat e tij. Jo, që të gjitha nga banka. 200.000 euro. Normal, vuri si siguri, vuri një shtëpi një vilë që ka. Por sidoqoftë, banka i dha 200.000 euro. Shikoni se çfarë bëri ai tani. Mori shtëpinë, e rregulloi, ja dha 2 mjeshtrave që e rregulluan me shumë pak, duket rreth 20.000 euro, dhe ati mbetën dhe pak para nga ato që i dha banka. Pra ai mori 200.000 euro dhe pagon 8.000 euro në vit. 8.000 euro në vit. I pagon bankës 8.000 euro për atë shtëpi. Tani ç'bën? Ai me shtëpinë që mori në qendër e jep me qira. Dhe plus të tjera, sepse shtëpia është sidoqoftë është në qendër, edhe ai merr rreth 20.000 euro të pastra. 20.000 euro nga ajo shtëpi. Dhe çfarë bëri ai? Ai 20.000 euro që i merr, pagon 8.000 euro bankë dhe i mbeten 12.000 euro. Ato 2.000 euro që i mbeten, 12.000 euro, po 10.000 euro i vë më njatë, sepse 2.000 euro i vë për shembull për agjensin, sepse agjensia ja gjen njerëz që jep me qira, dhe për regjistrimin e kontratave. Pra ai 2.000 euro, që nuk janë aq, po themi që 2.000 euro e që janë, dhe ai 10.000 euro në vit i bën nga ajo shtëpi. Nuk e di më kuptuat apo jo, është fantastike. Me një fjalë, ai mori 200.000 euro nga banka, pagon bankën 8.000 euro në vit dhe fiton 10.000 euro të pastrëta që i fut në xhep. Të pastrëta. Dhe ju më thoni pastaj, ore, si bëjnë para këta të pasurit? Janë të zgjuar o buridhut. Janë të zgjuar, sinqerisht. Unë, kur ma tha, unë mbeta pa fjalë. Para pak ditësh, i thash, ore, i thash unë, sepse më bëri përshtypje. Ore, i thash unë, ti ke shtëpi. Një shtëpi, thash, ti ke para, ke shtëpi të tjera. Mori një shtëpi, thash unë, që të kushtoj 200.000 euro dhe mori me bank. Pse mori me bank, kur ti kishe para? Dhe ai më tha, trukun. Është fantastike. Është vërtet fantastike, sepse ne na duket sikur dim, dhe ne na duket sikur ato para që kemi, sepse kemi pak para për shembull, e ti thua, o Zot mos të prish këtë, o Zot mos të prish atë, dhe kur më thoni ju për shembull sa njerëz nga ju kanë menduar për të blerë shtëpi dhe sa kohë shpenzoni për të blerë shtëpi. Pra shpenzoni kohë që thoni tani do shikoj sa kushton ajo, do shikoj si do ta marr, sa para do jap, sa do më mbeten, të gjithë e bëjnë këtë. Mirë po, ka disa gjëra, disa teknika që janë ndoshta të thjeshta, si për shembull kjo. Dhe ti mëson ose edhe pa mësuar, me një fjalë e bën vetë. Ky nuk e di nga e mësoj, nuk ma tha, se pyeta, por është fantastike. Ndoshta ishte një ide e tij. Shiko, pash një investim tjetër që kishte bërë.
sepse ndodhin edhe gjëra tjera. Ai ndodhin edhe gabime. Ai bëri një investim njerë para ca vitesh dhe investimi që kishte bërë priste që të merrte fitimin. Mirë po, në një kohë të caktuar, u ngrit shumë kjo Bitcoin-ti dhe ai humbi. Nuk e di si kishte investuar dhe ku i kishte investuar, se nuk e pyeta shumë, por tha që kishte humbur shumë para. Më duket në një ditë, 29.000 euro, një gjë e tillë, në një ditë. Dhe po thoshja që ka dhe raste që të tilla, por unë mora shkak nga ky rast këtu, pra nga rasti i këtij që ai merr, edhe pse ka para, merr nga banka 200.000 euro, i çon në blen shtëpi, rregullon shtëpinë dhe pastaj pagon bankën 8.000 euro në vit dhe duke e dhënë me qira shtëpinë, nga qiraja merr rreth 20.000 euro, por hiq paratë e bankës, 8.000 euro, hiq shpenzimet e tjera, ati mbeten 10.000 euro. Unë beta për këtë, ja u thash se si dihet, në njëri nga ju për shumë mund t'i vinë në mendje që mund të ketë një shtëpi, sepse duhet të kesh një shtëpi që ti të kesh një garanci bankare, sepse ndryshe nuk ta japin, por unë sinqerisht të kisha një vil që ta jepja, se një shtëpi kam, po të kisha një vil si ka ky, se ky ka 2-3, ndoshta edhe ta bëja. Por po thoshja, është vërtet, sepse nuk e vë. Ne, për shembull, si e dëgjuat çfarë thashun, sepse nuk vëm në rrezik ne. Kurse këta vën në rrezik. Vën në rrezik çdo gjë. Ne themi një shtëpi kemi, si mund ta vëmë në rrezik. Mirpo ai duke patur 2-3 vila ose shtëpi, ai njërën e vë në rrezik për të marrë të tjerat. Megjithatë, unë ja u tregova sepse ndonjëri nga ju mund të ketë në një ide brillante që t'i vi, në një ide që thot shumë e bukur kjo si ide dhe mund ta aplikoj edhe unë. Dhe ja u thash, tani, jo me shifra 200.000 euro, ndoshta edhe me 10.000 euro, me 20.000, me 30.000, ku ta di unë. Por si do qoftë, është një metod që jep frutat e saj. Megjithatë, siç e kemi thënë për herë, informacioni është tepër i rëndësishëm. Informacioni është dije. Dija sundon botën. Kështu që vërtet këta që kanë para janë njerëz të zgjuar, nuk janë do si do. Normal që kanë dhe baza, sepse vinë nga një familje me bazat forta, po si do qoftë janë të zgjuar. Themi të vërtetën, janë të zgjuar. Tani, më thoni ju, në qoftë se do ta bëni një gjë të tillë dhe çfarë teknika shpërdorni ju që të ndihmojmë edhe një shokun ton këtu që të bëheni të pasur. Ne kemi thënë disa herë që të bëhesh i pasur, ka disa teknika, kemi thënë edhe disa video më përpara, por kjo është një nga teknikat. Kështu që meqense më kujtua, doja t'ja u tregoja dhe t'ju uroja dhe një ditë të këndshme, sepse është e rëndësishme që dita të shkojë mirë dhe ju t'jeni mirë. Ju përqafoj, faleminderit jemi për këtu bashkë, kush është rastisht si kam thënë gjithmonë, lini komentin tuaj dhe faleminderit që jemi për herë bashkë Shqipe. Dhe do t'ju lutesha nëse është e mundur, ku gjendeni, ku jetoni, nëse është e mundur të na i thoni, dhe si shkojnë gjërat aty dhe në qoftë se këto teknika mund të përdoren në vendin, sepse varet nga shteti ku gjendesh. Në Itali për shembull mund ta përdorësh këtë teknikë, por në vende të tjera nuk e di. Kështu që kalofshi një ditë të këndshme, pres komente.